Në vazhdën e aktiviteteve që synojnë të ruajnë kujtesën historike dhe identitetin kombëtar, mbrëm shoqata kulturore Vizioni M në bashkëpunim me Fondacionin Çamëria Hasan Tahsini nga Shqipëria organizoi një aktivitet me temën Çamëria dhe problemi çam sot. Ky takim mblodhi historian, studiues, artist dhe qytetar të interesuar për të reflektuar për historinë, dhimbjen dhe drejtësinë e munguar për popullin çam. Përveç ligjëratave nga personalitetet të njohura si Qerim Lita, Luan Rama dhe Alket Veliu, aktiviteti u pasurua edhe me ekspertizën Saga e Dinejve, çamat që bën histori, që solli në vëmendje rrugtimin dhe sakrificën e brezave çam ndër vite. Programi filloi me një film të shkurtër, nga ku përmes atyre pamjeve u përcoll dhimbja dhe shpresa e popullsisë. Në përpjekje për të mbajtur gjallë ndodhit rreth çamave, historiani Qerim Lita në fjalën e tij foli mbi hulumtimin e tij të fundit në arkivat shtetërore shqiptare rreth çështjes çame. Me këtë popullsi udhëhiqte Këshilli Antifashist Çam, në kuadër të cilit vepronin këshillat nacional shqiptar të prefekturave si dhe të nënprefekturave. Organi më i lartë drejtues i Këshillit Antifashist Çam ishte kryesia, e cila përbëhej nga Vehip Demi, kryetar Aqif Ademi, nënkryetar Dervish Dojaka, sekretar si dhe Braho Karahasani, Hizer Ahmeti, Recep Luri dhe Hayreddin Mergjushti. Ndërkaq, Luan Rama, studiues arti, publicist, shkrimtar si dhe ish ambasador i Republikës së Shqipërisë në Francë, sa i përket çështjes çame, atë e sheh si një histori tragjike dhe shton që Greqia gjithmonë ka dashur që të heshtet dhe të mos flitet kurrë më për çështjen çame. Historia çame është një histori tragjike, është një histori që Greqia gjithmonë ka dashur që të heshtet, të mbyllet kjo gjë, të mos flitet kurrë më. Për shembull, po të shikosh në tekstet dhe qoftë edhe në tekstet zyrtare të historisë, fjala çamëria është zhdukur komplet, sikur s'ka ekzistuar çamëria. Ndërkohë që jo vetëm fjalën çamëri dhe çam, por edhe shkrimet të ndryshme. Ndërkohë, drejtori i Fondacionit Hasan Tahsini, Alket Veliu, theksoi faktin se qeveria në Athinë nuk pranonte të drejtën e çamave për t'u kthyer në shtëpitë e veta në çamëri, duke lënë të hapur mundësinë për të diskutuar për pronat e çamave. Tani, ajo që vlen për të thënë dhe për të theksuar është që në 33 vite deri më sot, çështja çame nuk ka patur një, le të themi, zhvillim të mëtejshëm për trajtimin e vet, por ka patur një regres, sepse sot, pas 33 vitesh, shteti grek thot që nuk ka më çështje çame, ndërkohë që njihej 33 vite më para, njihej nga ish kryeministri i atij vendi. Kjo padyshim është për fajin e shtetit shqiptar, që nuk ka një politikë dhe diplomacia diletante e shtetit shqiptar, nuk ka një politikë kontinuiteti, vazhdimësie. Pra, çështjet atje ku janë lënë të vazhdojnë dhe të merren dhe të trajtojnë mëtej. Kjo ngjarje u përmbyll me ekspertizën Saga e Dinejve, çamët që bën histori, ku pjesëmarrësit i vëzhguan me kujdes dhe kuriozitet të madh pikturat, duke kujtuar se sa të tmerrshme kanë qenë ato ditë për popullin çam.